është ndryshe kur e shef në Shqipni, e ndryshe kur e shef në Amerikë, sepse këtu ka entuziazëm, ka njerëzit reagojnë. Atje pak më mungon kjo, sepse Amerikanët nuk janë fort fans, fort kështu dhënën mas futbollit, bile futbollin e quajnë soccer ata. Me kjo është tifoz i Mërbala dhe kush e fiton botërorin 2026? Unë jam tifoz qysh se kam marrë me Gjermant. I kohës Beckenbauerit aty në kolosave. Por kohët e fundit futbolli gjerman ka një ramje. Po megjithatë, unë jam besnik, i qëndroj besnik gjithmonë futbollit të disiplinum gjerman, e të kulturum gjerman. Por për favorit në këtë kampionat mendoj se është Spanja. Unë jam tifoz qysh se ka dalë Platini me Francën. Edhe nuk livizi. Si shikoni Francën në këtë? Unë shikoj kampione botët. Pa diskutim, nështë edhe s'no, po kam shpresat mëdha se Franca të jetë kampionja e botës. Ti kampionatit i mëngan Italia, që unë nuk jam tifoz me Italinë, realisht jam me Gjermant, po bukurinë e vetë ka dhe me ken Italia. Se aja është një në skuadrat më të mira të Europës. Kush e fiton botërorin? Dëshira jem është me marrë Gjermania, por si me të besoj se Anglia është shumë mirë. Edhe Spanja nuk kam rapa, por Spanja në u bojë fije si e përvitshme. Në cijat male bilese për këtë lloj spektaklin që do japim, besoj se do kënaqet gjithë tifozëria në bërë botet. Me keni tifoz? Unë personalisht jam tifoz me Brazilin, po kam simpati edhe për Spanjën. Është ekip që e let mirë topin. Kush mendoni se mund të jetë finale dhe kush e fiton botërorin? Për finale unë mendoj që janë dy ekipe, nuk e di se sa i bjen me renditje, por si radhim, unë mendoj se Spanja është finale, o Brazili ose Franca. Ky kampionat ka me qenë pak ma ndryshe, pak ma i gjatë, edhe ka këtë vështirësitë e kohës, por gjithsesi futbolli e futboll edhe ne do ta shijojmë, besoj që ka me pas edhe çfarë që tamam si duhet futbollistike. Ke shikoni si favorit dhe me kjo është liçeza tifoz? Gac mas më pyet, unë jam filo gjerman edhe jam tifoz gjerman, edhe kur nuk janë fort mirë, nuk duken shumë mirë, por nuk i dihet gjermanëve. Nuk më duket se janë në kohën e tyre më të mirë, të pas parasysh me çfarë ekipesh ka sot, të pas parasysh Spanjën, Francën, Anglinë, Brazilin, pse jo, Argentinën. Kam kënë vështirë, po unë jam filo gjerman, s'kam çfarë. Unë jam tifoz me gjerman, kur losin gjerman, unë duhet po. Tjerat më interesojnë shumë. Kush mendoni se fiton këtë botëror? Mendoj se Spanja ose Franca. Janë dy ekipe që kanë element më të mirë. Patjetër që skuadrat për cilat unë mbaj tifo do t'i ndjeki gjatë kampionatit. Me cilin skuadër bëni tifo? Po, tash unë zakonisht Spanjën kam ndjekë edhe Italinë. Bukur. Unë pëlqej më mirë e hapja që u bë. Unë kam qef me fitu Holanda. Tifoze për tana, më ishte për tana, po që jam me anglezin, se kam edhe burrin me angles. Tifoz me ta, kam qef me dal kampioni botëror, me fitu kupen.